Futbolli modern ndryshon me shpejtësi, nga organizimi i klubeve, te infrastruktura dhe mënyrat si fuqizohen talentet e rinj. Pikërisht me këtë vizion zhvillimi, presidenti i FSHF-s dhe zëvendës presidenti UEFA-s Armand Duka vizitoi Tetovën për të ndërtuar ura të reja bashkëpunimi, që synojnë një nivel të ri profesionalizmi në futbollin e rajonit. Kreu i futbollit shqiptar u prit nga kryetari i komunës Tetov, Bilal Kasami, ndërsa në takim morën pjesë edhe drejtori administrativ i FSHF-s, Aldi Topçiu, si dhe presidenti i Federatës së Futbollit të Maqedonisë së Veriut, Masar Omer Agiç, dhe presidenti i Shkëndijës, Lazim Destani. Gjatë vizitës, presidenti Duka u bëri edhe një vizitë punimeve për ndërtimin e stadiumit të ri në Tetov, një projekt kyç që synon të përmirësojë infrastrukturën sportive dhe të ofrojë kushte moderne për futbollin në këtë rajon. Në takim u diskutua gjithashtu mbi forcimin e futbollit të rinjve, zhvillimin e infrastrukturës me standarde moderne, ngritjen profesionale të klubeve dhe akademive përmes trajnimeve të specializuara, si dhe nxitjen e iniciativave të përbashkëta që do të mundsojnë projekte ndërkombëtare dhe mbështetje institucionale në nivel rajonal. Qëllimi është i qartë të krijohet një ekosistem futbolli që prodhon talente, rrit cilësinë dhe gjeneron më shumë mundësi zhvillimi ekonomik dhe social për komunitetet. Jam shumë i kënaqur që jam sot në Tetov, duhet falenderoj kryetarin e bashkisë për ftesën, duhet falenderoj zotin Destani gjithashtu. Do kisha shumë dëshirë që t'isha në ndeshjen e dritës me Shkëndijin, po e kisha të pamundur, kështu që kisha akoma më shumë obligim të jem sot tu. Është vërtet kënaqësi që në këtë vizitë jem bashkë me homologun tim drejtuesin e Federatës së Maqedonisë Veriut, zotin Masar, dhe gjithashtu të shoh edhe fillimet apo procesin e ndërtimit të stadiumit. Unë kam qenë disa herë në këtë stadium, kam ndjekur ndeshje që vërtet ka qenë një stadium në gjendje shumë të keqe, pothuajse të mjerueshme, dhe tani është një projekt i bukur që besoj, jam shumë i bindur që do shkoj përpara me bashkëpunimin shumë të mirë le të themi të tre faktorëve dhe aktorëve, kryetarit bashkisë, kompanisë ekolog dhe me mbështetjen e Federatës Futbollit, pse jo nëpërmjet projekteve të UEFA-s. Ne kemi një projekt i cili mbështet që quhet Hat-Trick, i cili mbështet projekte zhvilluese të federatave nacionale, dhe besoj që nëpërmjet padyshim Federatës Maqedonisë Veriut dhe zoti Masar do ta shfrytëzoj këtë për ta mbështetur dhe këtë projekt. Uroj që sa më shpejt të jemi këtu për të parë ndeshje futbolli në një stadium të ri, kategorisë 4, të vlefshëm për çdo lloj aktiviteti ndërkombëtar, pse jo Shkëndijin e Tetovës, jo vetëm në grupet e Conference Ligës, por edhe më lart edhe në Champions League, dhe kombëtarën e Maqedonisë Veriut ta shohim. Takimi konfirmon vullnetin për hapa të përbashkët konkret, të cilët synojnë të sjellin një standard të ri organizimi dhe inovacioni në futboll në rajon.